merr fund ju fjalën këtu. Së dyti, grumulluesit nuk ju paguajnë faturat në mjaft raste. Kemi respektin më të madh për grumulluesit, por ata do të detyrohen të marrin licencën kur të kenë bërë sigurimin në një kompani sigurimi. Çfarë do thotë kjo? Çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë Don grumulluesi, kompania e sigurimit do paguajë çdo faturë të pa paguar nga grumulluesi. E ka Maqedonia. Nuk po shpikim, asgjë s'po shpikim. Jo, e ka vendi fqi. Shkon dhe i merr kompania e sigurimit. Të do japish atij lek, sepse ai shiti prodhimin, ai do prodhoj përsëri. Nuk mund të krijohet ky zinxhir. E kemi deklaruar të VSH-ja simetrike javën e parë dhe të VSH-n e përfitoni ju dhe jo grosistët. Nafta për të gjithë popullatën, së pari do ulet çmimi për gjithë popullatën. Sepse sot qeveria për litër nafte merr 1.1 euro. Nuk ka qeveri në botë që të merr kaq shumë për naftën, sa që merr qeveria e Edi Ramës. Jo. Ne do të vendosim atë barë fiskale mbi naftën që ka Kosova dhe Maqedonia. Imagjinoni ku jemi edhe. Tani duhet marrim shembull nga vendet përreth. Sepse këtu është bërë, mos e pyes si është bërë. Pra do vendosim atë ngarkesë fiskale që kanë ata. Prandaj ata e kanë naftën 40% më lirë se Shqipëria, 50% më lirë. Pastaj nafta fermerëve do të ushitet me koston e saj. Aq sa ja u jep Edi Rama, keni marrë vesh ju, miliardierët vinë dhe marrin në port 1 miliard litra me jahtin e tyre dhe shtroj një drek për kryeministrin. Janë të mirë se ardhur, pa ajo ndërpritet. Ato miliona litra do jo japim bujqve fermerëve tane. Po. Do ndalohet importi i inputeve bujqësore që nuk shiten në Bashkimin Evropian. Dhe çdo import i tillë do shpallet krim i rënd. Nuk ka pse të vinë pesticid dhe insekticid kancerogjen dhe t'ja u prishin prodhimet ju. Këto i bën mafja, nuk i bëjnë tregtar të ndershëm. Dhe i pari që do të kapet duke sjell inpute që nuk shiten në 2 vende anëtarë të Bashkimit Evropian, absolutisht do dënohet për krim të rënd në Shqipëri. Të dashur miq, ju jeni dëshmitar që ne në 2006-2013 investuam shumë në infrastrukturën e fshatrave dhe sigurisht nuk e kompletuam atë. Por ne kishim një zotim dhe një parim dhe e kemi përsëri. Çdo fshat duhet të ketë infrastrukturën e lagjeve të qytetit. Çfarë duhet të them me këtë? Çfarë duhet të them unë me këtë? Duhet të ketë rrugët, furnizimin me ujë, kanalizimet, furnizimin me energji, shkollën dhe qendrën shtetësore. Ne ecëm fort në këtë drejtim. Ne në ato vite rindërtuam ose ndërtuam mbi 8.800 kilometra rrugë në fshatra, në zonat rurale, mbetën dhe 3-4.000 të tjera.
edhe ato do i plotësojmë dhe nuk do ketë fshat pa rrugë të njëjta me lagjet e qyteteve. Miq, e ndëgjuhet besoj që shqiptarët, njeriu që premtoi shtetësi falas, e shkatroi sistemin dhe sot ju paguani për shtetin tuaj, familjarëve tuaj 3 ose 4 herë më shumë se çdo popull tjetër antar i Bashkimit Evropian. Shqiptarët, statistika e fundit e Institutit Statistikave tregon se shqiptarët paguajnë në vit 820 milion për ilaçe, analiza, kujdes shtetësor. Shqiptarët në vit, buk si buk, jo ushqime në tërësi, shpenzojnë 220 milion euro. Pra, për ilaçe sot në Shqipëri shpenzohet 4 herë më shumë. Cili është zotimi ynë për ju? Zotimi ynë për ju është ky. Së pari, lista e banave të rimbursueshme, që do paguhen nga shteti 100%, do t'jetë lista që paguhen sot qeveria italiane për qytetarët italianë. Ky është premtimi ynë. Ky është premtimi ynë për qytetarët shqiptarë. Do të dyfishojmë buxhetin për shtetësinë, sikur do dyfishojmë për bujqësinë. Do zhdukim. Sot kujdesi shtetësor në një farë mënyre për fatin më të keq është në një raport apo është vendosur në kontroll dhe mafjes. Qa ndodh sot? Shkoni smuri me urgjencë në spital publik. Edhe ky rast është konkret. I ka ndodhur një bashkëpunëtori tim. Ju bllokua arteria e qafës. Shkoj në spital publik, ja diagnostikuan, i thanë ke bllokim. Mirë, pa ajo të dëmton trurin shumë. Tani i thanë për ta hequr, nuk ta heqim ne, do shkosh në spital privat. Shkoj në spital privat, pagoj 2-3.000 euro. Kjo i ndodh çdo shqiptari. Në një kohë kur spitali publik ka të gjitha mjetet, atje ndahen parat. Kjo merr fund. Ky sistemi degraduar shtetësor